humbi betejën me meningjitin des në moshën 52 vjeç aktori amerikan. Aktori amerikan Samuel Monroe Jr. I njohur veçanërisht për rolin e tij në filmin kult Menace to Society, ka ndruar jetë pas një betejë të rëndë shëndetësore me meningjitin sipas familjes së tij. Nëna e aktorit deklaroi për TMZ se Samuel ndroi jetë rreth orës 22:24 sipas orës lokale të paqësorit të mërkurën në një spital. Ajo konfirmoi gjithashtu lajmin përmes një postimi në Facebook, ku shkroi se Zoti e thiri atë pranë vetes, duke u kërkuar njerëzve të luten për familjen, veçanërisht për 3 fëmijët e tij. Samuel Monroe Jr. ishte përballur prej muash me probleme serioze shëndetësore. Në prill ai ishte shtruar në spital me meningjit të rënd, pneumoni të shkaktuar nga MRSA, si dhe komplikacione të tjera shëndetësore, por sipas TMZ në lidhje me rrethanat e vdekjes ka lindur edhe një paqartësi. Media amerikane kontaktoi spitalin të njëjtën në mëngjes dhe një zëdhënës deklaroi se aktori ishte liruar nga spitali i gjallë. Kjo ka ngritur pikpyetje mbi vendin dhe rrethanat e sakta në të cilat ai ndroi jetë. Monroe nisi karrierën e tij në aktrim në vitin 1993, duke u bërë I njohur menjëherë me një prej filmave më të spikatur të kinemas amerikane të asaj periudhe. Më pas ai u shfaqe edhe në filma të tjerë, ku pati gjithashtu edhe role në disa seriale televizive të ndryshëm. Lajmi për vdekjen e tij ka sjellë reagime nga familjarë dhe fansa, të cilët e kujtojnë si një prej aktorëve që la gjurmë në filmat urban amerikan të viteve 90.